sulm me thik në Gjermani, mediat japin detaje dhe publikojnë foto në autorit të dyshuar. Një sulm me thik ndodhi ndaj një grupi personash që po festonin në qendër të Bielefeldit në orët e mëngjesit të së dielës. Policia gjermane ka zbuluar informacione të reja, sipas të cilave një 35 vjeçar nga Harsewinkel, një qytet rreth 30 kilometra larg, ka sulmuar pa kriter kalimtarët para një bari rreth orës 4:20 duke plagosur të paktën 5 persona dhe 4 prej tyre rënd. Një nga të plagosurit ndodhet në rrezik për jetën, njofton policia dhe prokuroria të dielën në mbrëmje. Autori i dyshuar është ende në arati dhe dyshohet se është i armatosur. Sipas asaj që raportoi më parë gazeta Bild, buri ka lënë pas një çantë. Brenda saj janë gjetur dokumenta identifikimi dhe një shishe me një lëng të panjohur që kishte erë benzinë. Hetuesit thanë gjithashtu se disa thika janë gjetur në vendin e ngjarjes. Rrethanat e sulmit mbeten të paqarta, por hetimet po vazhdojnë intensivisht në të gjitha drejtimet. Kontrollet e policisë deri më tani nuk kanë çuar në arrestimin e autorit. Policia ka publikuar një foto të dyshuarit duke u bërë thirrje qytetarëve të japin informacion nëse ka ndonjë të dhënë për të. Sipas policisë, të plagosurit janë të moshës nga 22 deri 27 vjeç dhe vinë nga qytetet Bielefeld dhe Gütersloh. Sipas agjencisë së lajmeve DPA, ata janë persona që kanë lidhje me futbollin. Mësohet se janë përpjekur të mbrohen duke goditur agresorin i cili ndoshta ka pësuar plag në fytyrë gjatë përleshjes. Më pas ai është larguar nga vendi i ngjarjes. Deri më tani nuk ka asnjë tregues që ngjarja të ketë patur motive politike, ka thënë një zëdhënëse e policisë për Spiegel.